madh i qeverisë. Pyetja e dytë. Në lidhje me këto investitorë strategjik dhe këto investimet që i bëjnë pa paguar gjë. Kemi dhe një nga rastet më të fundit ku një person i pa identifikuar në Shqipëri si ndonjë biznesmen ka është bërë investitor strategjik, jo shumë kohë më parë, për ndërtimin e një hoteli 45 milion euro në Ksamil. Këto investitorë strategjik, keni një kriter nga vinë, se kemi patur dhe raste tjera si Plum Gjoka që dalin pasaj që janë të inkriminuar, kanë lidhje me vrasje, me drogë dhe me shumë afera tjera. Dhe pyetja e fundit, dëgjova kryeministrin që u referua Eurostatit. Nuk e di nëse e keni informuar gabim apo jo, po Eurostati deklaron që 55% e shqiptarëve mezi mbyllin muajin. Ju i referoheni këtyre shifrave saktësisht apo thjesht i fshehim këto shifra dhe apo kryeministri thjesht nuk kupton? Faleminderit.